Roma, jemi sërish këtu me vetëm sport për të ndjekur të gjithë analizat edhe ngjarjet futbollistike të botrorit që po zhvillohet. Ndeshje e pafund, surpriza, gola, do diskutojmë sot edhe parashikime për ndeshjet e ardhshme. Ndërkohë bëjmë një falenderim Vodafone, rrjeti kampion i certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Faleminderit Vodafone. Mirëmbrëma Geri. Mirëmbrëma Xheo. Sërish gola, javë intensive, shumë të bukura si ndeshje, relativisht për të vlerësuar dhe me shumë surprizë dhe që diskutojmë gjatë emisionit. Okej. Ndeshja e parë që ishte për të diskutuar ishte me sa më mend Portugalia që ndoqëm direkt pas episodit kalum. Portugali Kongo 1-1, Neves dhe Luisa për Kongo. Barazim sërish. Portugalia që unë thash me shumë bindje që do e kaloj me sukses, por që ngeci ke rrita Kongos nuk e çau dot. Nuk e çau dot edhe nuk përmbushi as me lojë, të paktën u mundu, po që nuk po dilte në atë lojë që mund t'i sillte fitoren me i lojë të rrjedhshme apo me shpejtësim pasime etj, po që kështu është futbolli dhe një nga ekipet që unë e vlerësoj me shumë talente dështoi hapin e parë edhe doli barazim Geri. Si do duk neshe? Atëherë, Portugali Kongo, një ndeshje zhgënjim për portugezët, një ndeshje zhgënjim edhe për atë liderin e skuadrës tyre, Cristiano Ronaldo, ndeshje shumë e dobët, them vërtetën, me raste të shpërdoruara, kishte edhe mundësi të luante me shokut, po që më tepër vërtetoi që është pak vetjak pjesa e vet, do të luaj vetëm vet, nuk pason tek shokët e ekipit. Deklarata pas ndeshjes së trajnerit Portugalisë ishte e tillë që si mund ndrohet një lojtar goleador dhe një legjend si Cristiano, edhe pse nuk ka raste nuk i del lojë dhe nuk luan mirë. Mos gaboj kishte edhe një vërplasje me Bruno Fernandes për një rast gjatë sotit ndeshjes që nuk hapi këmbët dhe të hapte krah për Bruno Fernandes, se ishte rrjet, pastaj ishte më e thjeshtë për lojtarin. Më shumë pëlqeu Neves ke ekipi portugalisë dhe si dhe autori i golit, një ndeshje ku Messi funksiononte, po sulmi jo. Sa për Cristiano Ronaldo të tillë e pas edhe performancë e dobët, themi, e vakët, edhe për më tepër sa më shumë kaleshin minutat, se nuk është edhe për ta sulmuar që fort, po me moshën që ka, nuk është se mund të përballoj të 90 minutin. Mendimi im ai trajnerit të tregohet çik më i guximshëm në raste të tilla. Edhe mund të shndru nga minuta 60-65 do i kishte bërë goxha favor Portugalisë nëse do i shndru. Ai vlerat i ka, ja dim historinë e tjerë, po vjen moment që tash duhet mendosh edhe për kombin tënd, për nacionalen, sepse ka e lojtarë stol që vrapojnë më shumë se ty. Dhe duhet hapësh krahun. Po ai ka marketing të fortë, ndërkohë është edhe i trajner që nuk është shumë me autoritet, se po të ishte një tjetër me autoritet edhe mund të kishte përplasje, pavarësisht se Ronaldo nuk e prano ndrimin, do kishte pas një konflikt, po një trajner me autoritet, të paktën qofse po ta shifshe neshën ftohtë, Ronaldo do t'i thoshe minutë 65, 60, hajde dil, të futet shoku, të fitojmë neshën. Edhe po, ai rasti që theti është vërtet, ai me edhe egoizmin e vet, deshte ta shënonte, domethënë mund të se bërja televizjen klasike të sulmuesit për të tërheq lojtarin tjetër, po ndërkohë u rikthy prapë për ta gjyt vet, edhe më shumë i prishi shumë punë shokut vet, domethënë mund të kishte shku gol ajo. Tashi, ndoshta edhe s'kishte hy gol, po logjika e lëvizjeve të lojtarit duhet ishte kjo, po ai ka egoizëm theksuar edhe mos harrojmë dhe presionin në një ditë e para pastaj Messi që kishte bërë 3 gola, sa ai e vu këtë. Messi nuk e ka vujt historikisht asnjëherë. Ai e vu këtë, po që në fund gjës
prodhoi një barazim 1-1 Geri. I pavlefshëm për Portugalin. Prandaj dhe ndryshojnë një çik edhe me tip, edhe me lojtar, si Messi, si Ronaldo nga njëri tjetri. Prandaj dhe Ronaldo ka le të them një minus si me Messi, është pjesa e egoizmit, kurse Messi nuk e bën kombëtar. E pranon dhe ndrimin siç e pranoi nga Scaloni këtë javë, kurse Ronaldo kurrë në botë nuk do e pranonte atë, se masën neshë tjetër nuk mund të ishte ai trajneri. Jo, ke Messi është pjesa tjetër, pavarësisht se unë dihet jam tifoz i Argentinës dhe kush e dëgjoj le të më gjykoj, po mendimi im është që është shumë më vështirë të heqësh Messin nga fusha se sa Ronaldo. Se Ronaldo është lojtar që punon, vrapon, bën, po ndërkohë ti nuk i ke më ato vitet në shpatlla. Kurse Messi është nga ato lojtar gjeni që mund të jetë në gjumë dhe 80 minuta dhe ti mund të thush po hiqe këtë se na çmeni, të kapi top edhe për 10 sekonda të ka bë gjëmën, të ka nxjerrë o të ka bë golin ose ka nxjerrë tjetër me portierin. Domethënë kanë dhe këtë ndryshimin që një trajner, për shembull, një lojtar si Messi nuk guxon ta heqë sepse edhe pse është dobët, mund të jetë fizikisht etj, pavarësisht se Messi nuk ishte fizikisht dobët, ishte shumë mirë, po sikur nuk guxon ta heqë sepse ai ka atë genialitetin që me një moment shumë të vdekur të neshjes ai ta zgjidh. Nuk është se duhet të jetë me shumë shpenzim energjisë çdo minutë lojës që të japë rezultatin. Dhe kjo është i favor që e ka Messi, që e ka dhe luks në favorin e tij që çdo trajner që është e ka shumë vështirë ta heqë sepse mendon këtë tjetër, ndërsa Ronaldo ose që mos i referohemi Ronaldos, se mos po merret sigur po sulmem Ronaldo, natyrat e lojtarit të Ronaldos janë lojtar fizik me sprinte, me vrapime, kur fillojnë bijnë fizikisht, i bi performanca. Dhe në momentin që i bi fiziku, ai nuk t'jep më gjë. Që kështu duhet bësh ndrimin edhe të hapësh krahun, t'ulësh stol, bi shoku i freskët me më pak përvojë se ty, po më me shumë dëshirë ose pressing etj në zonat ndryshme të lojës. Kjo është diferenca, prandaj unë mendoj që duhet ta kishte heq, po që zgjedhja e tij dhe në fund fare zgjedhja i dha atë barazimin 1-1. Nëse ishte ndeshja e parë, Portugalia do e kaloi grupin me shumë siguri, po që ndeshja e parë barazim 1-1. Them dhe diçka që më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Për 80 minutat Messi që mbasi nuk është lojë, ka shpikur një diçka fantastike. Për 80 minuta nuk luajti kundër para 4 vitesh me Meksikën, po nxorri nga repertori një gjë madhështore, pasi nuk u pa në lojë për aq minuta se ishin të luajtur deri në. Po, ja pra, kjo ilustrohet që të thash unë që domosdoshmë lojtar si Messi ose si mbreti Maradona, të paktën unë ti e ke pa më pak Giri ose fare pak ose as pak. Unë e kam pa, po që mund të ishte edhe një ditë shumë të zezë, po në një moment caktuar të neshjes, ti aty ku se prisje të nxirrte golin. Kjo është ndryshimi i këtyre dy lojtarëve. Ecë. Kalojmë një ndeshje me plot gola, ndeshje shumë e bukur. Angli, Kroaci 4-2, 2 gola nga Kane, 1 nga Bellingham, Rashford, Baturina dhe Musa. Po, Angli, Kroaci, unë siç ta thash para neshjes, parashikimin e gabova krejt, se thash kisha përshtypje të fitonte Kroacia, por thash një gjë që kjo është ndeshja e parë e botrorit. Sepse të gjithë ndeshjet e tjera kanë qenë o ekipe të mira me dopta dhe kanë bënë bluff, kanë dalë barazim, ose ekipe të dopta të nivelit vet aty. Nuk ka pas asnjë përballje të fortë me ekipe me emër që të përballesh me një tjetër, dhe para ishte Angli, Kroaci dhe për fat nuk na zgjënjeu, domethënë u bë super ndeshje. Gola po, ritëm po, ndeshje bukur me sulme kundër sulme etj. Domethënë edhe në momentet që Anglia po e fuste fitoren në xhep, Kroacia prap nuk po dorëzoi, rrezikoi disa herë deri në fund, pastaj që i bëni golin e katërt ai, po që më pëlqeu shumë si ndeshje, shijova. Domethënë ishte ndeshje botërore Geri, më në fund pash futboll. Domethënë edhe si mas parashikimit që këtë prit, që thash të vi ndeshja e parë, kjo për mua është ndeshja e parë e botrorit. Se ndeshjet e tjera kanë qenë jo më në një nivel. E vërtet. Unë nuk knaqja me futboll, Angli, Kroaci ishte një nga ndeshjet më bukura, le të them,
Jo më të bukur le të them, po më e bukur. Po deri këtë moment më e bukur e qenë. Me një Harry Kane që edhe pse shpërdoroi një penallti, që u ripërsërit për shkak se kishte dalë portieri, në mos gaboja një gabim mbrojtësish me këmbët që kishte hyrë para kohe. Jo, ishte e portierit, sepse rregulloria është që një këmbë duhet ta ketë mbijen fatale, ai kishte lëviz një 4-5 cm themi, edhe vari ndërhyj aty, nuk të lejo të përsëritet penalltia. Po, ishte penallti e Kane-it dhe një super gol me kokë nga Harry Kane, dhe jo mrekulli që bëri Bellingham. Golin pëlqeu jashtë masë shumë. Pastaj ishte një gol shumë i bukur nga kroatët, i Baturinas, një goditje me të parë nga jashtë zone, ishte me të vërtet një ndeshje fantastike për mua. U kënaqa në syrin tim për një ndeshje që mezi e prisni mes dy ekipeve që le të themi kanë rivalitet mes tyre. Golat ishin edhe golat ishin bukur për mua. Shumë bukur. Shumë ndeshje bukur. Fitoi Anglia. Tash Kroacia ndeshën radhës E luan me në mos gaboj. Duhet ta fitojë që të jetë në rrugtim për për të kaluar grupin. Por që e ka potencialin, sepse ka lojtarë që janë me nivel, luajnë me ekipe të mira, traditën e kanë. Panama Kroaci do jetë ndeshja e radhës, ndërsa Anglia përballet me Ganën. Okej. Shkojmë me ndeshjen tjetër, Gana Panama 1-0, Irenki shënon për Ganën në minutin 94. Por që topi mbajtur nga Panamaja. Unë shumë pak pash nga kjo, ca lajce, po që Panamaja me lojë kishte dominu, po që lojë shterp në sensin e asaj, nuk është se i dha rezultat. Gana ashtu duke u mbrojt, duke sulmuar e rrallë, po që e ndëshkojnë fund fare, minutën e 95. E ndëshkoj edhe mori 3 pikëshin, që unë kisha përshtypje thash Gana do ishte më mirë, në të drejtën, po që nuk është më ajo Gana. Jo. S'ka pas më nuk është, ato me individet. Ka qenë dikur që ka pas ekip, edhe për mendimin tim ja vodhin thojza neshin Panamas. Një 3 pikë shumë i rëndësishëm për t'i bërë në thonjza rivalitet kroatëve, pas me Anglinë nuk besoj se do kenë rivalitet, siç thash Anglia të përballet në ndeshjen e dytë me Ganën, por nuk janë anglezët ato që bëjnë kështu faljes si më thonë, nuk e kanë bë kur, po mbi të gjitha Anglia do ta mbylli grupin me si kokë grupi, dhe nuk besoj se do rrezikojë për të luajtur për vendin e dytë. Jo, nuk ka si lloj tolerimi aty. Pastaj, në mes Kroacisë dhe Panamas, do të vazhdojë ndeshja e radhës e grupit. Uzbekistan, Kolumbi, 1-3, Munoz, Diaz, Campas dhe Feyzullaev për Uzbekistanin. Po, kjo ishte e pritshme, ose nëse kujtoj fjalinë që thash unë, Uzbekistanin thash gjerë vallai se njoh fare, po kam besim se di çfarë luke Kolumbia. Edhe me emra që kishte normalisht që do shkonte drejt fitores, i 3 pikësh i pastër i Kolumbisë. Të paktën ndjesja ime ishte që Kolumbia mund të jetë edhe kokë grupi, nuk e di pse. Deklarat. Pse më krijo këtë bindje, po që do ta shohim. Me Portugalin është në grup. Po, okay. Ndeshja e dytë e Kolumbisë është me Kongon. E treta ose me Portugalin. Okej. Me Portugalin mund t'i fusi barazim, e ka luksin ta maj barazim edhe rreth. Po të bëjmë këto llogari, mund dali apo ja. Çfarë zbova ki po që? Okej. Më pëlqeu fakti që kishte Kolumbia, por duke parë kundërshtarin nuk është se bëhet lidhje diçka, ka pas hyje shumë më të mirë Kolumbia një periudhë kohe, po tani kanë mbetur hyje si Diaz i Bayernit, Germinal, le të themi deri diku, Munoz, po që ka ca elementet i ka cilësor. Ecim me ndeshjen tjetër, Çekia Afrikë 1-1, Sadilek Mogoena. Po, kjo Çekia falës prap. Ndeshja e dytë.
pa fitore, domethënë u bë neshja parë u mund nga Korea, më sa më mendon, po, edhe unë e pash pak edhe ato pjesë që po shikoja ishte 1-0 dhe pati raste për ta mbyllë neshën ngeri Çekia, po që nuk i shfrytëzoi. Domethënë një rast që minutë 5. Ishin një raste flagrante që mendova thash unë kjo neshë do shkoj kështu pa histori, do fitoj Çekia, po që në fund gjos doli barazim prapë edhe Çekia nesha dytë mori i pikë. Më thënë zhgënjim total për Çekin me përçmëritë që kishin ato, të paktën duhet ta kishin fituar, të paktën këtë neshë duhet ta kishin fituar. Absolutisht. Jo, Çeki pa rendiment, nuk më ngjiti, kishte edhe një rast mirë minutë Schmidt, kishte një lojtar me eksperiencë, kishte një lojtar shumë mirë, një rast shumë mirë që minutë 5, po që më tepër doli si huq në atë goditës sa të goditës me kokë. Rast i shkëlqyem për raporte që mund shkote nesha shpejt 1-0, edhe pse ndeshja faktikisht shkoi shpejt 1-0, po që nuk ditëm më. Po pati rast flagrant për 2-0 po mbrapa, donë ajo ishte shumë e rëndë, se me 2-0 kishte mbyll neshën. Për Çekët. Po nuk arritet. E vërtet. Shkojmë në ndeshjen tjetër me goleat, le të themi, një ndeshje ballkanase në thonjza. Zvicër-Bosnjë 4-1. Shënon Manzabi herë 2, vjen nga Stoli. Vargas, Granit Xhaka dhe Mahmić. Granit Xhaka shënon me penalti, ajo unë e pash të gjithë neshën, e pash me kujdes, edhe më pëlqeu si neshë, se ishte luftuar nga të dyja, domethënë ai rezultati po ta shohësh shumë rezultatin është çik gënjeshtar, se edhe Bosnia me aq sa mundësi kishte u mundu. Pjesa parë ishte më shumë fliste për Zvicrën, më shumë tentativa Zvicra etj. Jo se s'lujti Zvicra pjesën e dytë ku boni pjesën më të madhe të golave, por që pjesën e dytë më shumë rrezikshmëri ose sulme pati çik kjo Bosnia. Po që hëngri kol, po unë duhe për herë Bosnia do në golin dhe me të kuqe edhe aty u drejtu neshja në krahun e Zvicrës edhe pastaj fundi neshjes shkojmë ato golat, gol tu edhe shkoj ai sa shkoj, po që për nivelin e lojës rezultati ishte çik i rëndë. Për mendimin tim. Vlen për të vlerësuar ndeshja e Xhakës, më pëlqeu realisht shumë përveç penaltisë, nuk po marr absolutisht penaltin, po dha është një motor mes fushë, ne dim shumë mirë aftësitë e Xhakës, po le të mos i hyjmë pastaj ke pjesa nacionalitetit, po Xhaka ka shpjeguar edhe një herë dhe ka treguar edhe një herë që është nivel për klube europiane dhe ka treguar që me të vërtet luan një futboll në thonjza le të them të ashpër, sepse ashtu edhe vetë rolin e ka shkatrues. Dhe me të vërtetë është për të vlerësuar ajo çka dha Xhaka gjatë lojës, edhe një gol nga Stoli, Manzabi për zvicerianët, 24 vjeçar, Vargas pastaj që bëri edhe një lojë shumë të mirë edhe lojtari dhe për Bosnjën edhe një gol shumë i bukur. Mahmić, po ndeshja ishte ishte 3-1, 3-0. Kishte marr drejtimin ndeshja. Kishte marr formën. Nuk përsëri një 3 pikësh shumë i rëndësishëm për Zvicrën, 3 pikë parë në format dhe shkoi në 4 pikë. Shkoi me 4 pikë tani. Po. Bosnia mbetet me 1 pikë, Katari me 1 pikë dhe është me 4 pikë Kanadaja. Pas bërësimit me Bosnia. Ka u ndërliku kjo që është grup interesant. Nuk e di po këmë pëlqen si grup. Tjetër, shkojmë me ndeshjen tjetër. Ndeshja tjetër. Kanada Katar 6-0. Larin David 3 herë. Saliba Manai autogol. Po, kjo ndeshje bin sy tripleta e David, lojtari Juventus. 35 ndeshje 6 gola, 1 ndeshje 3 gola. Nëse welcome David u kthy, bëri shumë ndeshje të mirë. Për post batutave, shënoi triplet. Kanadaja tregoi fuqinë e vet. Edhe ishte neshë pa histori, me atë rezultat e dominoi komplet. Ishte vetëm ajo dëmtimi.
Kone. Dëmtimi ishte shumë i rëndë. Edhe ai është operu direkt me sa mora informacion, edhe kishte thyrje të kockës, madje po dëgjoja një intervistë edhe lojtari kishte dëgjuar thyrjen e kockës live aty, aq fort edhe i kishte kërkuar dhe ndjes, sepse po ta shifshe si ndërhyrje, nuk ishte një ndërhyrje vrastare nga këto kështu. Ndërhyrje faulli Berondi ishte nga mbrapa kështu, po që bën shumë, po që të qëllon një lloj ndërhyrjes ishte shumë fatale për Mbjellën dhe lojtarët e vinin në krah, domethënë. Ka një lojtar i Sassuolos, në fort Sassuolos, shumë lojtar i mirë, edhe për ta keq, domethënë një dëmtim aq i rënd, me një penalizim aq gjatë, mbaret sa mujë do jetë larg fushave tani. Kam një dyshim që mund të jetë deri në një vit lojtari, me sa po lexoj. Mbaret edhe nga rikuperimi, pastaj si do shkojë operacioni, po që do shifet më mbrapa jo, se sa gjatë të jetë larg fushave. S'mund ta përcaktosh që tani kam përshtypjen. Po që ky ishte episodi që pa këndshëm. Shkojmë me ndeshjen tjetër. Meksik South Korea 1-0, Roma 3 pikë. Meksika 6. Meksika vazhdo aty me atë i gol këtu një kështu, me atë lojën e vet, në fushë vet me tifozërinë. Shkoi 6 pikë, edhe e kopsiti kualifikimin. Është e kualifikuar, normos. Është e kualifikuar edhe i përmbushi pritshmëritë e gjithë tifozërisë vet, duke ditë që lutet edhe në vendin e vet, që grupi nuk do ta diskutonte për ta kaloj, edhe ta shohim më mbrapa në ndeshje më serioze Meksikën, pasi se ku është. Mos gaboj ndeshjen në fund Meksika luan për ballë Çekis, i bie. Po që shoh. Nuk e shoh si test atë, thash edhe për të pa ku është vërtet niveli i Meksikës. Shkojmë me ndeshjet e sotme, fillojmë me ndeshjet e sotme, fillojmë me emocionet e javës sotme. Amerikë-Australi. Atëherë ndeshjet që do bëhen Amerikë-Australi, kjo është ndeshje kontinentesh. Lu Trumpi me kangurët, si e thamë, ne? Amerika është më e favorizuar, ka ekip më të mirë, po ajo Australia është ekip shumë solid. Edhe mund t'i japin një çik punë Amerikës. Në letër Amerika e favorizuar. Po që kam përshtypjen që do gabojë Australia në sensin e kësaj që duke ditë që ka mund Turqin, ndeshjen e parë. Mund bëj llogari që tifosi barazim me Amerikën, edhe shkoj 4 pikë. Edhe po kam frikë që do ta penalizoj kjo, se duke net me këtë idenë që më mirë pa mbrohem mos rrezikoj, ndoshta mund të fusi ujë me një vend, mund të rafi lehtëshëm Amerika pastaj. Po nuk e di, shoh Amerikën favorite. Një parashikim? Them 3-1 për Amerikën. Okej. Amerika Australi një parashikim dhe unë 1-0. Okej. Ecim në ndeshjen e radhës, po përpara bëjmë atë që kemi nisur për këtë javë. Çfarë ndeshje është? Është Holland-Suedi. Po, kemi Holland-Suedi. Të thëmë. Holland-Suedi do ta vendosim për lojën e ardhshme. Po para se të flasim për lojën që do rivendosim sërish, loja që e bëm para pak ditësh, nuk pati fitues. Ishin dy që na shkruajtën nga 2 akaunte që u ofruan shumë, po për pak nuk e gjetën fatkeqësisht, edhe që ti lexoj dhe akauntet që ishin. Dhe kishin gjetë rezultatin e saktë të Argentinës 3-0. Dhe ishte atëherë Argentina-Algjeri 3-0, vetëm ka gabu ke 1 gol, se ka thënë Messi 2 herë gola dhe Barca goli 3, është akaunti XR59. XR59 për shumë pak do i kishte fituar, gjithsesi bravo
për kaq sa ke gjetë rezultatin kokë dhe 2 golat mesit nuk është pak, edhe të njëjtën gjë ka bërë dhe Andi Sheroldi, po dhe Andi Sheroldi e ka gjetë rezultatin 13-0 dhe ky Andi ka thënë 2 gola Messi, po 1 Lautaro Martinez. Domethënë është afru dhe nuk për pak nuk e kanë gjetë. Okej. Të njëjtën lojë do bëjmë me ndeshjen që na prezantoi Geri. Holland-Suedi, rregullat i keni këtu. Njësoj si ndeshjen e parë, domethënë duhet gjeni rezultatin e saktë dhe golashënuesët. Fituesi fiton 50 €, duke ju përmbajtur këtyre rregullave që thamë. Edhe mos e merrni me kështu se më kanë bodhe miq batuta, jo po na vedhe minutën e golit e tjerë, po që në fund gjës nuk po shpenzoni lek në për loto, që po sfitu të humni. Këtu nga divani ose nga kafja shkruni 10 sekonda rezultatin, domethënë 10 sekonda tjetës tuaj harxojeni për të fituar 50 € e vështirë, po që nuk humb asgjë. Okej, kalojmë tek analiza ndeshjes tash i Geri. Okej. Shkojmë në ndeshjen Skoci-Marok. Jemi ke Hollanda herë, se nuk diskutuam Hollandën. Okej, në rregull, shkojmë në ndeshjen Hollandën e vëmë vetëm për lojën, ndërkohë tash do diskutojmë se çfarë do bëj Hollanda me Hollanda vjen nga barazimi. 2-2. Edhe nga Suedia vjen nga fitoria 5-1 me Tunizin. Po, Suedia vjen me entuziazëm, po që këtë ndeshje, përshtypja ime është që Suedia do dormohet shumë keq. Pavarësisht se ka bërë 5 gola në ndeshjen e parë, do rrihet 1-4-1 nga Hollanda. Okej, në rregull. Unë do shkoj me një rezultat surprizë tu. Ndeshja dhe 1-1. Okej. Hollanda Suedi 1-1 dhe Hollanda do huaj deri në fund. Po do dali si e treta më e mirë. Shkojmë. Skoci-Marok. Skoci-Marok. Është shumë e fortë. Shumë e fortë kjo si ndeshje. Duke pas Skocia që çfarë ndeshje boni Maroku ndeshjen e parë, do ta mori më shumë se seriozisht Maroku. Eksakt. Jo do ta mori, po duhet ta mori madje, sepse mund t'i bëni surprizë pra këndshme. Duke ditë që edhe Skocia nuk është se është një super ekip, ka ato limitet e veta, ekip që vrapon, ekip britanik të themi, po që nuk do ketë kollaj. Nuk do ketë kollaj. Edhe unë mund ta shoh edhe një 0-0 të Geri. Shkove bukur këtu, se faktikisht edhe unë për barazim isha, edhe unë shkoj me një barazim po me gola, dërmuese, shumë e fortë, 2-2. Edhe me këto me një gol për nesër. Për tjetër. Në cifratën për të pret një gol tu, po ndeshje 2-2 thamë. Okej. Shkoj me ndeshjen e radhës, Brazil-Haiti. Në orën 2:30. Brazil, Haiti, tashi Brazili duhet ta rifillojë edhe herë botorin, no? I bi që duhet të paraqes veten, paraqes Brazilin, pavarësisht se është me Haitin, po s'ka rëndësi, duhet e thënë kështu popullorëshe, duhet i fuzish ja 3-4 gola Haitit që thosh unë jam Brazili, nuk isha ai me Marokun. Edhe që kështu po e leke kjo, unë 3-0 për Brazilin. Okej. Tu do thyë dhe rekordi Gjermanisë të mund. Shpërthen Brazili. 8-1 del kjo ndeshje. 8-1 Geri. Po. Ka gola. Na e bone 8-2 Geri me këtë ndeshje. 8-1. E kam një si kështu, po e më si parantime, nuk e di. Gola, do thyë dhe Gjermania këtu. Spektakël. Po ta shtojmë si lojë aty, të fitoj 1.000 euro, po doli 8-1. E majmë shëndim të infletoria. Ecim, Turqi-Paraguay. Turqi 5 mjesit. Paraguay, Turqia prap në 5 mjesit, prap pa gjumë, prap kafe esull, por me ndryshim që kësa radhe do fitojë Geri, se nuk ka rrugë tjetër, se i bi që
Erdogani, tifosi i fishkëllim, thotë urgjent ai gjithë tu tash. Po trivet e këtë neshe. Bëhet nomi në sensin e batutës, sepse Turqia ka goxha ekip, edhe do ishte dramatike mos fitote as këtë neshe, dhe unë e shoh një fitore 2-0. Okej, edhe unë shkoj në një 2-0 në unë, përse e shoh një ndeshje të ekuilibruar nga Turku. Shkojmë në ndeshjen tjetër, Gjermani Bregu Fildisht. Gjermania Bregu Fildisht. Nuk është më kura ka. Jo, ideja është që Gjermania njihet për atë disiplinën e vet, domethënë në qoftë se do jepet mundësia me bë kësaj radhe 17 gola, 17 do bëj, domethënë pavarësisht se boni 7. Kjo e thon në sensin që në qoftë se do arrit ta vej për fund, nuk ka për ta toleruar më asnjë moment. Do unë të luaj siç ditë luaj vetëm Gjermania, që i bën respektin çdo neshe deri në minutën e fundit. Okej. Edhe unë e shoh një me rezultat jo aq golead sa me Curacao, e shoh një 3-1. Okej, unë jam për 3-0 këtu. Ndeshje e ekuilibruar nga gjermanët sërish. Ekuador Curacao. Ekuadori me Curacao. Tashi Curacao, 7 i hongrit, tifuzit e 3 Ekuadori, që të bëhet 10. Locet 10-ën. Domethënë, s'ke çfarë opinioni jep për Curacao, nuk është se që për ne po them 3-0. Autobusi vjetër del ndeshja Ekuador Curacao 4-0. Për që mbrëndësi shka 11 gole pësuar. Tunizi, Japoni. Tunizia me Japonin. Japonia ka detyrimin për të fitu, detyrimin e pikëve 1 dhe moral 2, duke e njoft veten për potencialin që ka. Unë kur japi punë Hollandës, edhe nuk i hapi punë shumë me rastësi. I hapi punë se i hapi punë. Që kështu shoh fitore të Japonisë. 2-0 them për Japoninë. Ai trajneri din shumë mirë të mbajë dhe shënime, kështu që edhe shënimet sa herë do t'i mbajë siç duhet. Ndeshja del 0-3 për Japoninë. Në mbështrimin tim. Shkojmë në ndeshjen tjetër, Spanjë Arabia Saudite. Spanja Arabi, tash Spanja e lujti bonusin e bllofit, s'ka ç'bllov bëj bot tash duhet fitoj. Domethënë me gola, me dhunë, me penalti, me të gjitha do fitoj, sepse është Spanja, nuk domethënë do ishte shumë çudi tash të lete pikë Spanja prap, domethënë. Që kështu duhet këtë marrë edhe çik leksione De La Fuente për mënyrën e lojës, se mund t'i shkojnë në ato binarët e lojës si me kepin e shil, me mbrojtje të ngjeshur etj. Jo mund, po kjo do ndodhi, do nga minuta parë kështu do luhet. Problemi është duhet të ketë gjetë solucione gjatë stërvitjes këto ditë për të ndryshuar rrjedhën e lojës, që mos t'i bëhet lojë sterile si në neshën e kaluar. Nuk e di, Jamal do jetë që minutën e parë. Besoj se po. Tani nuk ka më vërtet. Qofse është që minutën e parë, besoj De La Fuente është më i qetë nga kjo pjesë, Jamali i herë, 2 herë, një cross, një korne, një herë ja kapin topin, pastaj 2 herë tikën të krijo do në përsi numerike në zonë, ja jep këtë avantazh, edhe them një 3-0. Okej, duke pa atë që thete ti, duke pas kanë gjitur atë lojës së mbledhur që bën Belgjika shumë në mbrojtje me pjesën e autobusit, kujtoj edhe para 4 vitesh atë gjë bëri prap edhe me Argjentinën, sa shënoi golin e dytë, bëri
murin aty të Puzit. Po shoh Spanjë do fitoj, po nëzi do fitoj 1-0 dhe ndeshje. Spanja vi 1-0. Okej. Shkojmë me ndeshjen tjetër, Belgjik-Iran. Belgjik-Iran. Njëta situatë fotokopje kjo me Belgjikën si me Spanjën, siç e kemi diskutuar, të dyja me lojtarë të mirë, të dyja gabun. Lampik. Që kështu e kanë detyrim të fitojnë neshën e radhës. Belgjika madje e pati çik edhe më të vështirë me kundërshtarin, sepse u detyroi që të rikuperonte, sepse i gol. Ndërsa Spanja kishte don 0-0, neshën 0-0, 0-0 aty me i port. Kurse Belgjikës ju hap më shumë punë, reagoi domethënë, këtu është logjika që desha të thoja, arriti barazoi pavarësisht se nuk fitoi. Edhe që kështu do dali diku, them mund edhe për këtu jemi për një 3-0, se do bëj një gol De Bruyne, se di, po ka për të bëj gol Papamaj, nuk e di. Me një gjutje jashtë zona, kam ndjesi. Okej. Gjitha neshe drejt nuk dalin, kështu që si gjim do të surpriza. Okej. Belgjik-Iran 1-1. Prap 1-1. Okej. Shkojmë me ndeshjen tjetër. Uruguay, Kepi gjithë. Uruguay me Kepin. Kjo e qik ndeshje... Uruguay është me 1 pikë. Ndeshje qik grack kjo. Se në letër është qik i favorizuar Uruguay, po nuk e di pse është i ndeshje vështirë, edhe... Po them një 2-1 për Uruguayn, me shumë vujtje ka për të fitu. Okej, shkojmë me një Uruguay ka për verde, okej. 2-0. Në vështrimin tim 3 pikë të rëndësishme për ecurinë e Uruguayit. Zelandë e Re, Egjipt. Kjo rikthehet neshje fantazën. Sa herë lu Zelanda, nuk e di pse duhet këtë neshje fantazën. Edhe po i dhuroj fitore e Egjiptit Geri, ti bëj qefin e Egjiptit 1-0. Si biri Zelandës. Jo, se ku i gjenë shikurshmëria këto neshjet, nuk e di, po nesë, okej. Fiton e Egjipti 0-2. Okej. Ecim aty kuna jemi me gjake, me zemër, me gjitha. Argentina-Austri. Po, ekipi jonë i zemër. Argentina-Austri luajnë dy ekipet pretendente kryesore për të kaluar grupin me 3 pikë. Sipas pritshmërive i bi që tjetë neshje pa histori, edhe nuk ka forcë Austria të përballi Argentinën, kam përshtypje. Kam përshtypje kjo del 4-1. Okej. Nuk po jap gola shënues për skaramanci kur thonë italianët, nuk po preki me emra, po ndeshja del 4-1. Argentina-Austri 3-0. Prap. Ti thu një përsëritje 3-0. Okej. Në ndeshja e fundit, Francë-Irak. Franca me Irakun. 3 pikë Franca. Franca tashmë me 3 pikë në xhep, shkon më e qetë në ndeshjen e dytë, se siç e kemi thonë, kush ka fituar në ndeshjen e parë, të dytën e ka më pa presion. Por më tepër është Franca. Franca që ka super brez, super letar, shumë ekip i mirë, një nga pretendentët kryesorë për mendimin tim. Edhe shoh një 3-0 të paste për Francën, pa shumë mundim. Ta them një surprizë tjetër. Fiton Iraku 0-1. Okej. Sa e vej 200 lekë që të morësh i shpigi. Okej.
Po një të dalim rapë la. Tash. Ku? Këto ishin edhe ndeshjet. Do derisa të takohemi episodin e ardhshëm. Besoj do keni shumë ndeshje për të pa. Derisa të ritakohemi sërish, ka goxha përballje të forta, të bukura. Mos harroni edhe lojën, mos harroni lojën që ju shpjeguam me gjithë rregulloret e lojës, të luani sepse 50 euro mund të fitoni duke shkruajtur nga divani i shtëpisë ose duke nitur në kafe, mjafton gjeni rezultatin dhe golashënuesët edhe bëheni fitues të 50 eurove. Ndërkohë, para se ta mbyllim me një falënderim për Vodafone, rrjeti i kampionit që certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Faleminderit gjithmonë Vodafone. Në mbyllje ju rikujtojmë që të na ndiqni në kanalet tona, na bëni like, komente në rrjetet sociale, në YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Mund bëni subscribe në YouTube, nuk ju kushton asgjë, po për ne është shumë. Ju faleminderit që na ndoqët dhe do ritakohemi sërish. Faleminderit, natën e mirë.